Të dashur miq, dua t'ju informoj se sapo pata një telefonat të shkurtër, miqësore dhe shumë të ngrohtë, me mikun tim dhe mikun e shqiptarëve, presidentin e Francës, Emmanuel Macron, të cilin e ftova për një vizitë të shkurtër në fshatin tim për të parë nga afër dhe për të prekur me dorë progresin galopant që fshati, qyteti dhe Shqipëria ka bërë drejt Bashkimit Evropian. Dhe për t'i thënë se Shqipëria nuk është ajo e Sheshit, e Skënderbeut, e tapitit të Kuqipë në Tiranë, por në përfshatra njerëzit kanë hapur puse, sepse nuk kanë ujë për të pirë, për t'u larë dhe lajën një javë. Në përfshatra njerëzit e shtynë muaj me një thes miell, kur varfëria është aq e madhe dhe frikëvëria është aq e bosh, sapo të futet miu thellë dhe kokën. Në përfshatra ka mbetur vetëm qend dhe ta e çmendur, sepse pleqt e shtyn ditën vetëm, për mos të folur pastaj për qendra shëndetësore, për rrugët, për asistencë sociale, për mjekësinë, për arsimin e tjera me radhë. Kjo është Shqipëria e vërtetë. Kjo është Shqipëria që qytetarët jetojnë çdo ditë. Kjo është Shqipëria e çdo qytetarit të thjeshtë dhe të ndershëm që rropatet nga mëngjesi deri në darkë, duke përballur me padrejësinë, me varfërinë dhe zhgënjimin. Kjo është Shqipëria e çdo qytetari që rron me djersën e ballit. Jo Shqipëria e progresit, raporte e reformave që shiten në Bruksel si histori suksesi dhe mbeten vetëm në letër, sepse me të vërtetë nuk ndryshojnë asgjë në jetën reale. Shqipëria e vërtet nuk ndërtohet nga Brukseli, por ndërtohet këtu, në çdo qytet, në çdo lagje dhe në çdo fshat. Shqiptarët kanë nevojë për një Shqipëri europiane të jetojnë në vendin e tyre në mënyrë dinjitoze, të cilët mos të shiten, mos të blihen, mos të rëndazhohen, mos të vidhen, mos të kërcënohen, mos të detyrohen të bëjnë gjëra që nuk duan t'i bëjnë. Për të Shqipëri shqiptarët kanë nevojë, për një Shqipëri europiane në vendin e tyre, dhe jo Shqipëria e pasaportë europiane, për njerëz të ndershëm, të cilët e duan këtë vend, e duan këtë komb, të cilët nuk mendojnë se politika është një mjet për të pasuruar, por është një shërbim për të shërbyer kombit dhe vendit. Kjo është Shqipëria europiane për të cilët shqiptarët kanë nevojë.